Prokuroria e përgjithshme ka verifikuar deri më tani peshqit e vegjël të cilët do të kandidojnë në krye të bashkive në zgjedhjet e 21 qershorit, ndërsa për bashkitë e mëdha do të kërkohet kohë dhe do të pritet afati i fundit i vendosur nga kryeprokurori, i cili është data 21 maj. Burime zyrtare nga organi qendror i akuzës thanë për Ora News se deri më tani në këtë prokurori kanë mbërritur të dhënat e para për 5 kandidatë bashkish nga qytetet të vogla, por këto raporte mbahen shumë diskreta. Një ditë më parë, prokurori i përgjithshëm bëri me dije se do të kërkojë verifikimin e të gjithë kandidatëve për kryetar bashkish apo këshilla bashkiak, nëse kanë apo jo rekorde kriminale. Me anë të një qerkore, Adriatik Llalla ju drejtua të gjithë prokurorive të rretheve dhe në organin qendror të akuzës ka nisur të mbërrijë rezultatet e para të verifikimeve. Mësohet se verifikimi do të përfshijë edhe ato informacione të cilat do të sigurohen në rrugë operative, apo edhe ato të artikuluara publikisht ndaj kandidatëve në media apo nga institucione. Paralelisht, në prokurorinë e përgjithshme ka mbërritur një kërkesë nga Partia Socialiste me emrat e disa kandidatësh të opozitës, që sipas tyre janë me rekorde kriminale. Ndërkohë që Partia Demokratike prekosh ka denoncuar publikisht kryetar bashkish të së si persona të përfshirë në krime. Një muaj përpara fushatës zgjedhore, prokuroria e përgjithshme do të ketë të gjithë informacionin e duhur por kandidatët e zgjedhur për garën elektorale të 21 qershorit.